Mënyra se si ne organizojmë zgjedhjet ka humbur totalisht besueshmërinë e publikut shqiptar mbi drejtësinë dhe ndeshmërinë që rezultati dal nga kjo mënyrë ofron. Çfarë duhet të them me këtë është që pavarësisht se si shkohet më tej, çfarë analizohet më tej, si dalin kutit, procedurat a ndalojnë në kasa, shkojnë më tej, a shkojnë në kolegj, etj. Të gjitha këto nuk do të mund të zhbëjnë dot atë opinion që tashmë është ngritur nga gjithë publiku shqiptar, i cili ka kuptuar që mënyra se si administrohen zgjedhjet nuk ka më besueshmëri. Dhe këtu unë i kthehem një analize që kemi bërë në momenti kur u miratua kodi i ri elektoral në vitin 2024. Në vitin 2024 kur u miratua kodi, të gjithë prisnin që këtë vit, për shkak të testimeve që ishin bërë në dy palëzjedhje të tjera, pra dhe në 2023 të kishim elementet e votimit elektronik. Patjetër, pak në disa zona, që ne i dim që janë problematike. Për shembull, Elbasani mund të ishte një? Jo, zonat e mëdha. Durrësi, Elbasani, Tirana, Fieri, Korça, Borë. Po. Qëndro këtë ret pak, ose? Jo, 6 ishin ato që propozuan, pavarësisht se më pas u bën 3, pastaj u bën 1, pastaj përfundoi fund fare vetëm me 2 njësi. Tek asgjë. Tani unë kam një lajm të keq dhe për Aulonin, edhe për Ilirin, edhe për Aslanin, edhe për të gjitha të Partisë Demokratike. Që ishte Partia Demokratike, ose më saktë përfaqësuesit e saj, të cilët nuk e lejuan avancimin më tej me përfaqësuesit që kanë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, që nuk e lejuan avancimin e procedimit me një metodë tjetër votimi, përveç se votimi me dorë dhe me grupe numërimi. Pra, nuk është se ti do ja kërkosh diku tjetër. E ke nga partia jote. Partia jote ka menduar që ta bëj këtë për ta mbajtur, ta ruaj këtë traditë të numërimit të votave me dorë, pikërisht sepse ka dashur që në momentet caktuara të fusi duart. Pra, këta nuk e lanë çështjen e grupeve të numërimit, nuk e lanë numërimin të bëhej përsëri me dorë, të bëhej përsëri në këtë traditë, në formën e vet arkaike, ku del ai merr një flet numëron PS-ja, PD-ja, Y, Z, Y.